Shikues të News 24, mirë mëngjes, do të jemi së bashku me shtypin e shkruar për ditën e sotme për këtë të diel. Do të njihemi me titujt më të rëndësishëm të gazetave. Si gjithmonë, nisim me gazetën shqiptare, shohim se me çfarë tituj hapet gazeta shqiptare për ditën e sotme për këtë të diel. Të përndjekurit, emrat e 1000 përfituesve, është ky shkrimi kryesor i gazetës shqiptare për ditën e sotme. Lista trashëgimtarët duhet plotësojnë dosjen brënda 24 korrikut. Përfituesit e kësit të dytë janë dokumenti që i mungon secilit prej aplikantëve. Kush e humb shansin mund ta përfitojë prap brënda 3 viteve. Këtë shkrim dhe detajet të tjera të secilit i lexoni në faqen 8 dhe 11 të saj. Tragjedi në Vlorë, 4 të mbytur në Jon, mes tyre një djalë 14 vjeç. Dallgët përpin 2 vajza në Zvërnet, cili nga Tetova shkon të ndihmojë 2 vajzat që po mbyteshin. Pushuesit duhen kulla vrojtimi. Është ky shkrimi i faqes 7 në fakt një lajm tronditës ky i ditës së djeshme në qytetin e Vlorës për të vijuar më tej me të tjerë tituj të rëndësishëm të gazetës shqiptare për ditën e sotme. Gara në Partinë Demokratike. Astrid Patozi, nëse fiton Basha, do të marrë çelësat e Kosheres pa blet në faqen 2. Deputetët Basha, kjo është era e fundit që listat i harton kreu i partisë e Vioni. Ta lexoni pra në faqen 3. Në faqen 4 do të mund të lexoni shkarkimet administrata Rama, nota e qytetarëve do të bëjë vlerësimin. Është ky një tjetër shkrim. Kryeministri i Shoqëria Civile, dënojmë tentativën e grushtit të shtetit të Feto në Turqi, e lexoni në faqen 5. Për të vijuar më tej me një tjetër titull në suplementin Milosau, kur serbët i kqyrnin shqiptarët si heronj. Ese nga profesori Universitetit të Beogradit, Aleksandr Pavlović, në brendësi Jozef Radi dhe Eliria e prangosur poezi nga Andi Meça, i lexoni pra në suplementin Milosau. Plumba në qendër të Shkodrës, tret plagosur, autori kapet në mal të zi, e lexoni në faqen 6. Ndërkohë, opinioni i ditës nga Isidor Koti, në këtë botë asgjë e falme, është shkrimi faqes 12. Në faqen 21 do të mund të lexoni ftesë duhur dhe vizit me vlera, është ky një tjetër shkrim i faqes 21 të gazetës shqiptare. Kështu kemi përfunduar me gazetën shqiptare, teksa jeni njohur me titujt më të rëndësishëm të saj për të vijuar tani me panoramën. Shem gazetën Panorama dhe titujt më të rëndësishëm, $1 milion, tendera tekniku i Partisë Demokratike denoncon ministra Televizjes Socialiste për integrim. Dokumentet Ministri i Drejtësisë kërkon hetimin e 3 tenderave nga dhjetori 2016 deri në prill 2017 në ministri u krijua borxh 120 milion lek. Është ky shkrimi kryesor i gazetës Panorama, në faqen 5 do të mund të lexoni. Vjojmë më tej me një tjetër lajm tronditës të ditës së djeshme, tragjedi me 4 të mbytur në Vlorë. 2 nga viktimat tentuan që të shpëtonin 25 vjeçaren nga Tirana. Ngjarja në plazhin e Porto Novës në Zvërnec, 24 vjeçari nga Tetova donte të ndihmonte vajzat. Në faqen 6 do të mund të lexoni. Eci më tej shohim një tjetër shkrim sa i takon kronikës së zezë, Shkodër atentat me 3 plagosur, plumba edhe vajzës 25 vjeçare në faqen 7. Shohim zhvillimet politike, gara për kryetarin, Imin Gjana, zgjedhjet në Partinë Demokratike me lista jo publike. Gjana Selami do të ketë akses në faqen 2 dhe 3. Në faqen 12, grupimi OJF-ve, deklarat solidariteti me demokracinë në Turqi, është një tjetër shkrim për të vijuar me Edmond Tupen. VAP është ky një shkrim i faqes 15 të tij, si dhe opinioni radhës, problemi i fjalës së nderit nga Veton Suroje, lexoni në faqen 15. Opinion më shumë se një libër është shkrimi i faqes 14. Ndërkohë, në faqen 11, formularia 2, universitetet si të rendisni degët për të rritur shanset e pranimit, është ky një tjetër shkrim orientues për të gjithë ata të cilët do të konkurrojnë dhe kanë konkurruar në fakt për në fakultete. Kemi përfunduar kështu me gazetën Panorama, ku jeni njohur me titujt më të rëndësishëm të saj. Shohim tani gazetën Shekulli. Tragjedi në Vlorë, 4 persona mbyten brenda ditës, asnjë kull vrojtimi nuk mbulon plazhin në sezonin turistik, mungon ndihma profesionale për pushuesit në det. Në faqen 14, Endi Begotare u rrëmbye nga dallgët në ujin e ftohtë në Zvërnec, 2 vajza dhe një djalë humbën jetën,
është ky një shkrim tronditës në fakt i një ngjarjeje të rëndë të ndodhur ditën e djeshme. Detajet e kësaj ngjarjeje lexoni në faqen 14 të gazetës Shekulli për të vijuar më tej me të tjerë titull të rëndësishëm. Mbetjet rrezikshme spitalore hidhen para dhe pas bovillës. Ambientalisti Zanguri, mbetjet që u kapën në Erzen janë të pasterilizuara. Katastrofa mjedisore, 3 nenet që çojnë në ndjekje penale shkaktarët në faqen 4 dhe 5 mund të lexoni. Atentati Aurelahi, autori dyshuar për plagosjen e 3 personave, arrestohet në Malë të Zi për gjaket Shkodra. 3 plagosur mes tyre edhe një femër. Nga breshëria e plumbave mbetën të plagosur Elona Çurku dhe Enrik Pernushi. Në faqen 11 lexoni rreth kësaj ngjarje të ndodhur pikërisht ditën e djeshme për të vijuar më tej me tituj të tjerë të kësaj gazete. Federata Shqiptare dhe Jugoslavia e re në faqen 9. Shohim nga Andi Sarasani, ideja e tregut rajonal Qesharake në faqen 8. Samiti Triestës Kogdhima Rama e nxori Shqipërinë me post të kuqe në faqen 7. Europa League Daja, barazimi Chelsea për të kaluar në turin e 3 në faqen 20 dhe 21. Jeni njohur me një tjetër informacion sportiv për të vijuar tani me disa këshilla mjekësore, shëndetësi, asteroskleroza, yndyrat tek enët e gjakut dhe risku për atak kardiak. Faktorët që ndikojnë në shtimin e yndyrnave preken burrat dhe gratë sipas moshave të ndryshme. Trajtimi dhe mjekimi që merret është shkrimi i faqes 18 dhe 19 për të vijuar me simptomat 8 problemet shëndetësore që dallohen vetëm nga syt, më shumë se 30 gjendje shëndetësore shfaqin simptoma në sy. Alarmi jepet për skuqjen apo njollat e kuqet të gjakut në faqen 17. Dhe në faqen 16 dhe 17 do të mund të lexoni edhe një tjetër shkrim dhe këshill mjekësor, rakitizmi, format e shfaqjes tek fëmijët dhe si veprohet në këto raste. Para ndalimi, doktor Petrit Hoxha flet për shenjat që jepen tek të vegjëlit dhe dëmet që shkakton mungesa e vitaminës D. Është ky shkrimi i fundit i gazetës Shekulli për ditën e sotme. Kemi mbyllur këtu gazetën Shekulli, teksa përcollëm tek ju titujt më të rëndësishëm të saj për të njohur tani me gazetën Koha Jon. Shohim bashkë gazetën Koha Jon, zgjedhjet që po shkatrojnë Partinë Demokratike. Me këtë shkrim hapet gazeta Koha Jon për ditën e sotme. Në Tiranë dhe rrethësh shpërthen konflikti brenda Partisë Demokratike, fyerje, akuza dhe kërcënime mes grupeve pro dhe kundër Bashës. Është ky shkrimi i faqes 3 dhe më i rëndësishmi i kësaj gazete për të vijuar më tej. Kryeministri Edi Rama vendosni nota nga 1 deri në 10 për çdo institucion. Është kjo thirrja që kryeministri në fakt u ka bërë qytetarëve, teksa edhe ata kanë shprehur të gjitha shqetësimet e tyre në portalin e hapur nga vetë kryeministria për të vijuar më tej në faqen 2. Ilir Meta, të rinj duhet të jenë protagonistë të ndryshimeve, është kjo deklarata e zotit Meta në faqen 2 të gazetës Koha Jon. Eci më tej bilanci dhe objektivat, shohim Velia i do të vijojë me hapjen e mensave sociale në të gjithë Tiranën, është shkrimi i faqes 14. Emergjenca civile shpërthejnë zjarret në të gjithë Shqipërinë, 9 vatra në 24 orët e fundit në faqen 11. Kandidatët Lulzim Basha, vetëm ne kemi moralin për të çuar betejën deri në fund. Eduard Selami, garë jo normale, Basha vjen me eskort, unë me shofer që nuk di rrugët në faqen 4 dhe 6. Si dhe tragjedia në Vlorë, 4 të mbytur në një ditë, në plazhe nuk ka roje, është shkrimi i faqes 10 dhe i fundit i gazetës Koha Jon për ditën e sotme. Kemi përfunduar kështu me gazetën Koha Jon, shohim bashkë gazetën Tema. Shohim titullin kryesor të gazetës Tema, pse Shqipëria rrezikon të mbetet pa opozitë dhe 2 rrugët e Partisë Demokratike. Deputeti i Partisë Demokratike shpërthen kundër gazetarit. Është ky një tjetër shkrim në fakt i faqes 3 të gazetës Tema për ditën e sotme, ndërkohë analiza pse Shqipëria rrezikon të mbetet pa opozitë dhe 2 rrugët e Partisë Demokratike. Në faqen 4, dosja Fullani, modeli se si mund të përfitosh pafajësi dhe miliarda nga gajdexhin dhe gjykatave. Vendimi skandaloz i gjyqtarit të Durrësit si e la të lirë zotin e drogës edhe pse ishte dënuar me 20 vjet burg. Në faqen 6 dhe 7 do të mund të lexoni për të vijuar më tej
me editorial nga Merobaze, përpjekjet për të korruptuar Eduard Selamin është ky shkrimin fakt i faqes 8 të Merobazës për të vijuar me Spartak Ngjelen pse Basha do të rriqet nga gara për kreun e Partisë Demokratike. Është shkrimi i faqes 8. Ndërkohë, nga Shpëtim Nazarko të ishte kaq e thjesht Jozefin është shkrimi i faqes 9 të gazetës Tema për të vijuar me faqen 12 dhe 13 kërcënime të hapura të ambasadorëve turq në Prishtinë, Shkup dhe Tiranë është një tjetër shkrim i faqes 12 dhe 13 gazetës Tema për ditën e sotme. Namik Mane është birbeut mos pranohet në lidhjen e shkrimtarëve, është shkrimi i fundit në fakt i gazetës Tema për ditën e sotme, teksa përcollëm tek ju titujt më të rëndësishëm të kësaj gazete. Kemi përfunduar edhe me gazetën Tema, shohim tani Rilindja Demokratike. I edhim një sy gazetës Rilindja Demokratike dhe njihemi me zhvillimet më të rëndësishme të saj. Ligj për fletrofet është ky shkrimi kryesor i kësaj gazete. Listat e zeza të shpallura nga Rama ishin vetëm pararoja e saj që do të ndodh nga një gushti kur hyn në fuqi. Ligji i ri i cili i dënon qytetarët e këtij vendi edhe nga letrat anonime dhe dëshmitarët e rrem. Me këtë shkrim në fakt hapet gazeta Rilindja Demokratike për këtë të diel. Detajet e shkrimit kryesor i lexoni në brendësi të saj për të vijuar mëtej autokratët e Ballkanit dhe pakti me perëndimin nga Washington Post. Të gjithë në garë është ky një tjetër shkrim i kësaj gazete për të ndalur tani tek lajmi tragjik në fakt i ditës së djeshme, bilanci tragjik, 4 të mbytur, luftë në Shkodër, Basha 25 qershori, versioni zgjedhjeve 91 dhe fletrufeve. Osube Odir, opozitës ju vodhën 7 mandate deputetësh. Selami bashkoi Partinë Demokratike, përçarja nuk ka të ardhme, gara nuk është e përsosur. Përse listat e antarësisë nuk mund të vihen në përdorim jashtë partisë, është ky shkrimi i radhës i gazetës Rilindja Demokratike për ditën e sotme, teksa në fakt u njohom me zhvillimet më të rëndësishme të saj. Do të kalojmë tani tek gazeta Sot, shohim gazetën Sot. Majoranca nis hapat për shkarkimin e Visholikës, parlamenti kontroll të rrept veprimtarisë sekrete të shish në shtator. Fati i kryespiunit në dorë të Ilir Metës është shkrimi i faqes 2 dhe 3 të gazetës Sot. Idejt Beqiri i Shish ka dalë jashtë kontrollit parlamentit të hetoj lidhjet e dyshimta të drejtuesve të institucionit. Është ky një në fakt ky shkrim i faqes 2 dhe 3 për të vijuar mëtej. PSD pa vendim për votimin e Metës, deputet socialist vendosur për të bojkotuar seancën. Presidenti rishfaqet në jalë me qetësi dhe dashuri, është ky një tjetër shkrim i kësaj gazete. Spartak Ngjela, Berisha dhe Basha tentuan destabilizimin e Shqipërisë në pranverë me ndihmën e rusëve. SBA ka fakte, shkrimi faqes 5. Do të ecim mëtej me të tjerë tituj të rëndësishëm dhe politik të gazetës Sot. Shpërthen konflikti në Partinë Demokratike për listat. Basha kërkon fitore në tavolinë, shton antarësinë me emra të rinj në prag të zgjedhjeve, shkrimi faqes 4. Në faqen 7, pas kryeministrit edhe deputetët e Partisë Socialiste kundër ministrave teknik, qëndrimi i tyre i pamoralshëm, misioni i tyre ka mbaruar. Në faqen 8, drejt fundit të inventarizimit të listave të militantëve të LSI-s në administrat, procesi përmbyllet në Durrës, në Korçë, Fier dhe Gjirokastër, është shkrimi pra i faqes 8. Gjoba deri në 600.000 lekë për deklaratët e pasurive, mbi 100 nënpunës padisin ILDKP-in në gjykatë, është shkrimi i faqes 9. Në faqen 10, raporti sekret i CIA-s në vitin 1951, rusët dhe italianët bazë detare dhe ajrore në Sazan, jashtënimet e Italisë, Jugosllavisë dhe Greqisë për Shqipërinë, është ky një tjetër shkrim i kësaj gazete. Në faqen 6 do të mund të lexoni zbardhet e vërteta e vonesës së raportit të Task Force-s. Mandia vetëm një avafat ministrive, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe DAP për përgatitjet e informacioneve
është ky një tjetër shkrim. Aleksandr Lalo, teksti dhe këngët në një hendek të lahtarshëm, fati madh që këngëtarët nuk kuptohen kur këndojnë në faqen 18. Si dhe nga Grim Canaj, mungesa akademive ka shkaktuar deficit sulmuesish në kampionat në faqen 20. Kështu, me shkrimin e faqes 20, kemi përfunduar me bashkë. Shohim tani Panorama Sport, gazetën sportive më të madhe në vend, njihemi me lajmet më të rëndësishme sportive. Dyshoj për Spanjollin, Kuksi zbor mbrojtësit në Moldavi. Ekskluzive, klubi kontrolloi Albert Serranin, çdo mjet komunikimi pas ndeshjes. Ka shkaktuar penaltin e humbjes, lojtarit i morën telefonin dhe kompjuterin në faqen 2 dhe 3. Ky është shkrimi kryesor i gazetës Panorama Sport, për të vijuar me një tjetër shkrim të faqes 10, Sadiku çmend Polonin, gol në debutim dhe rekord. Sulmuesi e nis me gol tek Legia e Varshavës, por skuadra e tij humbet 3-1 në startin e kampionatit. Blerja e bomberit kombëtares ka vendosur rekord në futbollin polak për shkak se janë paguar 1.5 milion euro. Ecim më tej me të tjerë tituj të rëndësishëm sportiv, miliona euro për stadiumet, ja çfarë ndodh në kryeqytet në faqen 12 dhe 13. Reportazh Strumic, aty ku Shqipëria do t'jetë si në burg në faqen 11. Shohim Skënderbeu, Latifi në mod ofert 800.000 euro për korçarët. Administratori flamurtarit janë vjedhur para, do të denoncoj ish kryebashkiakun. Idrizi akuzon Gjikën për 100 milion lek, është shkrimi faqes 6. Ish trajneri Edi Martini, vllaznije sërisht për mbijetesë, është ky shkrimi faqes 8. Godet Teuta afirmos me një fantazist bosnjak në faqen 6. Bayern Muniut Hames, një bos mafioz, e bëri futbollist në faqen 19. Po në të njëjtën faqe, Milan Montella elozhe Bonucci-t, blem më të forti në botë. Juventus Chelsea 100 milion euro për Higuainin, është shkrimi faqes 15. Si dhe zëvendës trajneri i Tiranës, Serbi Gzdovdenovic, jam gati të drejtoj në Kosovë, është ky shkrimi i radhës i faqes 7 të gazetës sportive Panorama Sport dhe i fundit. Do të shohim tani, i rikthehemi edhe njëherë gazetës shqiptare, si gjithmonë risjellim edhe njëherë në vëmendje titujt më të rëndësishëm të gazetës shqiptare. Për ndjekurit, emrat e 1000 përfituesve, lista trashëgimtare duhet plotësojnë dosjen brenda 24 korrikut. Përfituesit e këstit të dytë janë dokumenti që i mungon secilit prej aplikantëve. Kush e humb shansin mund të përfitojë prapë brenda 3 viteve, është shkrimi kryesor i gazetës shqiptare. Për të vijuar më tej, tragjedi në Vlorë, 4 të mbytur në Jon, mes tyre një djalë 14 vjeç. Iriu nga Tetova shkon të ndihmoj 2 vajzat që po mbyteshin, pushuesit duhen kulla vrojtimi. Dallgët përpinë 2 vajza në Zvërnec, është ky një tjetër shkrim e një ngjarje tragjike në fakt. Në faqen 7 do të mund të lexoni rreth këtij shkrimi për të vijuar me informacione nga politika. Gara në Partinë Demokratike, Astrid Patozi, nëse fiton Basha, do të marrë çelësat e Kosherës pa blet në faqen 2. Në faqen 3, Basha, kjo është era e fundit që listat i harton kreu i partisë. Shkarkimet administrata Rama, nota e qytetarëve do të bëjë vlerësimin. Kryeministri i Shoqërisë Civile, dënojmë tentativën e grushtit të shtetit të feto në Turqi në faqen 5. Plumbat në qendër të Shkodrës, tret plagosur, autori kapet në Maltëzi në faqen 6. Shohim suplementin Milosao, kur serbët i kqyrnin shqiptarët si heroj në brendësi. Jozef Radi dhe Liria e prangosur, poezi nga Andi Meçaj, është një tjetër shkrim i suplementit Milosao për të ndalur tek opinioni i ditës nga Isidor Koti. Në këtë botë zgje falme në faqen 12, si dhe ftesë e duhur dhe vizit me vlera, është shkrimi faqes 21 dhe i fundit i gazetës shqiptare për ditën e